8 marsi është dita ndërkombëtare e gruas, ditë e cila shërben jo vetëm për bashkimin e grave pa dallim feje, race, kulture, gjuhë dhe prejardhje, por dhe për të kujtuar përpjekjet për barazi, paqe, drejtësi dhe ndërtim për disa dekada. Dita ndërkombëtare e gruas, 8 marsi, festohet sot në të gjithë botën për të nderuar dhe respektuar figurën e gruas. Kjo ditë është simbolike për rrugtimin historik që gratë në të gjithë botën kanë bërë për të përmirësuar jetët e tyre. Në Shqipëri, festa e gruas është kthyer në një simbol të veçantë për nëna dhe vajzat. Ato marrin dhurata nga fëmijët apo bashkëshortët në shenjë mirënjohje dhe respekti. Kjo ditë shërben jo vetëm për bashkimin e grave pa dallime, por edhe përpjekje për të kujtuar për barazinë, drejtësinë dhe ndërtimin e dekadave. Edhe figura të rëndësishme të Vlorës kanë urruar në rrjetet e tyre sociale dhe kontaktuar telefonikisht për të përcjellur urimet dhe mesazhet për të gjitha vajzat dhe gratë vlonjate dhe jo vetëm. Kryebashkiakja Mersini në profilin e saj thekson pakufishmërinë atë që mund të bëjnë gratë duke uruar 8 marsin. Ministria Ismaili përsolli modelin e dashurisë që duhet kemi për vete dhe ndryshe nga modelet e nënave tona, të mendojmë më shumë për të tjerët, ajo që ngelet për veten tonë. Duhet ta duam veten shumë, mbylli urimin e saj. Në ditën simbolike të angazhimit femëror për të kërkuar, për të luftuar e disa të tjera edhe për të festuar, kryetare e qarkut Vlore Ervis Moçka ndau telefonikisht urimin e tij. Në këtë 8 mars, ditën ndërkombëtare të gruas, dua të shpreh mirënjohjen dhe respektin e thellë për të gjitha gratë dhe vajzat e Vlorës dhe të gjithë Shqipërisë. Ato janë forca e familjes, shtylla e shoqërisë dhe një energji e pazvendësueshme në zhvillimin e komuniteteve tona. Uroj që çdo ditë të jetë një hap më shumë drejt barazisë, vlerësimit dhe mundësive të merituara për to, gëzuar 8 marsin. E ndërkohë kryetarja e Këshillit Bashkiak, Vlore Elpiniqi Mërkuri, bashkohet me mesazhin e urimit. Urime festën më të bukur. Të jesh grua do të thotë të luftosh çdo ditë me veten, për të bërë më e fortë, më e vetëdijshme dhe më e realizuar. Do të thotë të përballesh me dëshira, sfida dhe paragjykime të shoqërisë, duke mos ndalur kurrë së besuarit tek vetja dhe tek e drejta për të qenë e barabartë. Gëzuar 8 marsin. Prefektja e Vlorës Evisa Ushi në urimin e saj ka theksuar rëndësinë e të drejtës tënde si grua për ta përqafuar fort këtë të drejtë dhe pretenduar ndër të tjera. Gëzuar 8 marsin të gjitha grave, nënave, motrave të jenë të forta, të kërkojnë të drejtat e tyre, të rrisin dhe edukojnë fëmijë të mirë dhe të denjë për shoqërinë, të duan dhe respektojnë bashkëshortët. Një urim i veçantë për gratë në karrierë dhe në drejtim të institucioneve që të tregojnë që shoqëria bëhet më e mirë kur gratë marrin përgjegjësi. Gëzuar të gjitha grave që sot në 8 mars janë në punë. Në urimet e përbashkëta vlerësohet angazhimi, rritje e kontributit të grave në shoqëri dhe krijimi modeleve të reja. Drejtoresha e shërbimeve sociale në Vlorë në punën e saj të përvitshme me targetin vulnerabël të qenit grua ndan eksperiencën duke përcjell. Dedikuar grave dhe vajzave që në një moment të vështirë të jetës së tyre ka nevojë për mbështetjen dhe solidaritetin e shoqërisë. Për nëna dhe vajzat kryefamiljare, të cilat për të sfidave mbeten të forta dhe të begata në familjet e tyre. Për gratë dhe nënat që kujdesen për fëmijët e tyre me aftësi me përkushtimin e tyre ushqejnë familjet me dinjitet. Për gratë dhe vajzat që shërbejnë në sistemin e kujdesit social, i inkurajoj të jenë akoma dhe më të dedikuara që sistemi shoqëror të jetë një shtyllë e konsoliduar suporti dhe mbrojtje sociale. Jo larg vëmendjes është dhe mesazhi i deputetes Zamira Sina, sipas së cilës nuk është vetëm një ditë feste, sot 8 marsi është një ditë mirënjohje për forcën, sakrificën dhe dashurinë e pafundme të grave që çdo ditë mbajnë bisupe familjen, punën dhe shoqërinë. Gratë e Vlorës kanë qenë gjithmonë të forta, dinjitoze dhe të guximshme. Në historinë e këtij qyteti, në familjet tona, në jetën e përditshme, gjithmonë ka qenë një grua që ka qëndruar e palëkundur, që ka dhënë dashuri dhe që ka mbajtur gjallë shpresën.